Miq Prizmës, nga dje u qartësua situata dhe me proteste. U qartësua se mjafton një element i cili bëhet thelbësor për të kuptuar pastaj edhe motivin, shtysat, qëndrimin politik të një proteste. Dje Dritan Goxhaj, ish luftëtari i UÇK-s i vitit 1999, djali Dilaver Goxhajt, oficer dhe ai i ushtrisë popullore, një komunist sigurisht, enverist, por luftëtar me UÇK-n dhe ai deri në shtabin e përgjithshëm tyre, që sigurisht ka pasur edhe enverist plot, me gjithë respektin, absolutisht me gjithë respektin, e luftës ushtrisë qërimtare të Kosovës. Absolutisht gjithë respektin. Pra Dritan Goxhaj i akuzuar edhe i thirrur nga Tribunali i Hagës për të prangosur, Tribunali i Hagës në Kosovë për të prangosur, por duke mos u lejuar nga drejtësia shqiptare që të shkojë atje, edhe nga qeveria shqiptare e Edi Ramës, për të arrestuar dhe ai, sepse sigurisht kishte akuzë intimidimi dhe nxjerrjes së emrave të dëshmitarëve. Lexoj edhe atë që konsiderohet ultimatum ose kërkesat pa revokueshme të asaj proteste nga grupi nismëtar, grupi organizator. Kuptohet kërkesa pa revokueshme e Edi Ramës. Dhe një nga ato gjërat interesante ishte të kthesin kushtshmërisht qytetarët të gjithë barabartë mes tyre. Një marrëzi logjike dhe kushtetute, sepse ajo është e garantuar tashmë me kushtetut, nuk ka si riformulohet edhe një herë, është e formuluar. Element tjera aty që s'ka rëndësi fare. Dorëzimi i qeverisë edhe i Edi Ramës dhe njëkohësisht ngritja e një qeverie teknike provizore, dhe pastaj referendume, propozime nga këta që janë grupin. Pra, vijen mi të gjithë partitë dhe marrin këta iniciativën me ultimatume të tilla. Por nuk kam interesat merrem fare me këtë, sepse e di që është një absurd i jashtëzakonshëm dhe nuk ka për të realizuar spakut në këtë lloj mënyre asnjëherë. Tashi po diskutoj një problem të madh që është pikërisht Goxhaj, specialisti ushtarak në televizione, dhe qëndrimet amorfe dhe tashi të vëna në lëvizje të Partisë Socialiste për të mos dhënë përgjigje, për të qëndruar larg, sidomos të grupit parlamentar dhe të gjithë socialistave të famshëm. Duke qëndruar krejtësisht larg, amorf sikur këta nuk marrin pjesë, sikur janë kërkund këta tipat, rrinë si bufa atje. Tashi më duket si i ka akuzuar në një farë mënyrë e Rama, sepse vetëm ai flet. Në të vërtetë ju ka marrë fjalën e tash i akuzon pse nuk marrin fjalën, por çrëndësi ka, kështu ka ardhur dita. Po për djalin e Dilaverit, domethënë Dritanin, duhet të them këto punë. Për gjatë gjithë daljeve në televizion të tij për luftën në Ukrainë, Dritan Goxhaj ka qenë pro-rusëve dhe kundra ukrainësve. Jo me kuptimin si më thënë, e acaruar të fjalës, por me kuptimin ushtarak të fjalës, duke nxjerrë rusët një mrekulli të jashtëzakonshme ushtarake dhe gati me drejtat e tyre. Duke kritikuar Perëndimin pikërisht për këtë fakt, duke kritikuar Amerikën, duke kritikuar gjithçka. Dhe bënte specialistin edhe ushtarakun. Por kulmi vjen kur del në të gjitha pothuaj televizionet, por sidomos në disa televizione kryesore, për gjatë luftës edhe 12 ditore me Izraelin, për futjes Amerikës në luftë me Iranin, ku në asnjë moment Dritan Goxhaj nuk thot një fjalë të mirë as për Perëndimin, as për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po lese Izraelin është anti-hebre, e kuptoj, dakord, në rregull.
po për Amerikën. Pavarësisht të disponibilitetit ushtarak, po edhe në këtë pikë, fjalët e tij janë që Irani është më i fortë, është më i qëndrueshëm, Amerika ka humbur, ka dështuar në këtë, dështuar në ajër, dështuar në tokë, dështuar këtu, dështuar këtu, në çdo lloj interviste në mënyrë të qartë, pastër dhe as kërkush nuk thoshte gjë. Kur unë kritikoja, bie fjalë, thoshte, "Ore, çfarë është ky njeri? Çfarë është ky njeri që në mënyrë a priori, si më thonë, bëhet pro Iranit edhe pro ajtollave, është e drejta e shtypit e drejta." As kërkush nuk u kujtonte, përfshi edhe Edi Ramën, përfshi edhe deputet, përfshi edhe opozitën, përfshi gjithkën, një njeri i tillë haptazi është kundra Shtetit Bashkuar të Amerikës, kundra Izraelit, po kuptoj, hebrejve në përgjithësi, dhe pro Iranit, pro ajetollave. Janë më të fuqishëm, janë më të organizuar, perëndimi do humbi përpara tyre. Janë gënjeshtra ato që thot perëndimi, është mësuar gjithmonë Amerika të pushtojë dhe të nënshtrojë popujt, por nuk ka për ta nënshtruar popullin iranian, nuk ka për të shkatruar asgjë, ata janë më të fuqishëm, janë teknologjikisht të avancuar, janë të organizuar, janë gjithçka midis të vërtetës dhe jo të vërtetës, si gjithmonë, por në mënyrë specifike dhe për më tepër edhe për Venezuelë. Se këta kujtojnë se vetëm në Iran, jo, por edhe në Venezuelë. Ju del zot komunistave, ju del zot Kubës, ju del zot Maduros. Në mënyrë specifike në çdo televizion. Edhe s'kujtohet as Taunat Bava, thotë gjë, nuk kujtohet as një deputet i Partisë Socialiste, nuk kujtohen këta. Nuk kujtohen këta deputetet e dytë, me thonë, "Ore, ç'është ky njeri, mo? Ç'është ky njeri që del kundra kështu?" Minimumi është detyrë e tyre, me thonë, "Ore, ne nuk jemi idiot këtu që të rrim, dëgjojmë këto idiotit që dalë zotë rusëve, iranianëve dhe Maduros. Nuk jemi idiot, as nga opozita, jo. Në këto pika jam duke thënë. Dhe ky tash është njeriu parsor i leximit të ultimatumeve që ajo turm që i përfaqëson ky anti-amerikani, pro-komunisti, pro-rusi, pro-ajetollave dhe kundra Edi Ramës tash. Kjo e fundit ishte kryevepra. Çfarë do të thotë kjo? Për çfarë po bëjmë fjalë këtu? Ja që pas kanë pas drejt për ata të jashtme që thonë kjo protest i drejtohet kundra Amerikës, kundra Trumpit, kundra perëndimit dhe kundra hebrejve. Kanë drejt sepse me një person si Dritan Goxhe janë të përfaqësuar shumë mirë në mendimin e tyre. Absolutisht kanë drejt. Dritan Goxhe është kundra hebrejve, kundra Izraelit, kundra Amerikanëve, kundra perëndimit, pro rusëve, pro ajetollave, pro Iranit, pro Maduros. Sepse sigurisht në të gjithë fjalët e tij ju ka dalë zot këtyre. Dhe ka argumentuar edhe ushtarakisht dhe filozofikisht pse duhet të dalë zot. Ka argumentuar pse amerikanët janë zaptues, pushtues edhe njerëzit cilët sigurisht shkatrojnë shtete dhe kombe tjera. Dhe në këtë fjali, në këtë lloj diskursi, ai është i qartë në gjitha televizionet. As kërkush nuk ka dalë ta kritikojë. Vetë Partia Socialiste që e kishte për detyrë, hajt po themi Partia Demokratike, se ajo do të shfrytëzojë çdo njeri që shan qeverinë. Dhe një moment që Dritan Goxha i shan qeverinë, është i pranueshëm për ta. Pavarësisht se çfarë baglash nxjerr nga goja. Tashti ky njeri përfaqëson numër 1-shin e atyre që protestojnë. 1-shin. Është njeriu që e kanë minimumi as një zëdhënës i tyre, dhe kanë shumë shanse që ata që bëhen zëdhënës të jenë edhe përfaqësuesit politik të nesër. Ka shumë shanse. Thot hajde bisedoni me ne, sepse duke biseduar me ne, sigurisht do të plotësohen ato kushte. Ne do përcaktojmë se kush do të jetë qeveria teknike, ne do përcaktojmë edhe çfarë forme do të ketë regjimi, do të argëzojmë të regjim, sigurisht ne këtu, dhe ne do bëjmë edhe qeverinë e nesërme, me teknikë, ne do bisedojmë edhe me intelektual, i përcaktojmë ky intelektuale. Deri tani kanë qenë të gjithë intelektualet spionjtë e viteve 1990, bie fjala, nuk du të them emrat, por kjo është katastrofë. Ata që kanë përkrahur më tepër janë Fatos Tubonjat edhe Preç Zogajt, dhe sigurisht mos e Andi Bushatet edhe nuk e di, Ditmir Bushatet në anën tjetër. Edhe
Spartak Ngjeret, gjithë njerëzit e rrëzuar me baballarëve të rrëzuar nga regjimet dhe kthyer vetë në budallëk të regjimeve. Tash ky është edhe Dritan Goxhaj. Çfarë kanë bërë me këtë? Kanë sqaruar një pjesë të mirë të publikut se çfarë dreq organizimi është ai atje. Edhe çfarë dreqin kanë bërë deri tash Partia Socialiste me Edi Ramën. Çfarë dreqin kanë bërë? Duke mos dhënë përgjigje, duke mos reaguar. Nuk kanë reaguar asnjëherë, ballë për ballë, duke për t'i treguar fytyrën kur ka folur ajo Ina Zhupa. Si pioniere e Enverit. Kur ka folur si sekretar rinie i dikurshëm, Gazmend Bardhi. Miau, miau, miau. Kur flet si idiot, si vagabond, Flamunoka. S'po themi për hapsanleqet dhe marzit, haxhiqamilistet të Sali Berishës. Idiotizmat edhe një plaku të rrjedhur. Socialistat nuk niheshin. Absolutisht, s'është puna jonë kjo. Duhet. Shiko, dhe kur ka folur një si puna ime, jo për të mbrojtur socialistët, se s'kam mend t'i mbroj kur socialistët, asnjëherë janë fajtor pothuajse demokratët. Tashin lere se ky është kështu, është i egër, ky është i marrë. Ne po rrim këtu, i kemi marrë postet, kemi marrë drejtoritë, kemi marrë deputetin, kemi marrë pushtetin, ne po rrim rehat tash, se sulmojnë punë e madhe për të letë përgjigjet e Edi Ramës. Ashtu i kam mësuar ai, do flas vetëm ju, s'keni nevojë të mësoni. Është tipi i Edi Ramës ky, e kupton? Është edhe më keq se ke Partia Demokratike, se ata flasin ke Partia Demokratike. Imitojnë Sali Berishën, po flasin. Këta nuk flasin fare. Nuk flasin më fare. Nuk reagojnë edhe kur ju preket historia e partisë tyre, edhe kur preken interesat e vendit, nuk flasin socialistët. Tash i kam vurë që edhe në deputet të Shkodrës kanë filluar të hedhin në postim dhe bëjnë mirë. Kanë filluar dhe ata, sepse si duket i ka porositur, e reagoni mërse. Duke mos reaguar mbeten fjalët e maskareve në krahun tjetër. Reagoni kur gënjejnë, reagoni kur deformojnë të vërtetën, reagoni kur shkatrojnë mendimin e lirë, reagoni kur fyejnë edhe akuzojnë pa drejt. U mësuan mos të reagojnë. Është një faj i madh, i jashtëzakonshëm, jo vetëm i atyre, sepse janë edhe fajtor. Sepse ka disa argumenta të cilët nuk ju përgjigjen dot. Po minimumi që duhet bënin ishte në argumentat kombëtar duhet dilnin zot vendit tyre. Në argumentat për të mbrojtur aleancën që kemi perëndimin, aleancën që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet i dilnin zot, pavarësisht se kush është presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na pëlqen apo nuk na pëlqen. Marrëdhënia jonë me Amerikën nuk lidhet me qenë e presidentit Trump. Presidenti Trump sot është, nesër do të vinë një tjetër. Marrëdhënia jonë me Amerikën është shumë më e gjatë se sa një mandate ose dy mandate të një presidenti, i cili mund të qellojnë të jetë edhe i egzaltuar. I qellon që të jetë edhe njëri gati, nuk e di, bipolar, gati i luajtur mendsh. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përtej kësaj. Edhe kur fillon e vendoset nga dikush i quajtur edhe Dritan Goxhaj në pikpyetje edhe sigurisht në akuzë pikërisht kjo lloj marrëdhënie, duhet të kishin reaguar, po nuk reagojnë, se shohin vetëm bythën e tyre. Si deputetët, si administratorët në përgjithësi, si Partia Socialiste. Duhet të kishin reaguar, sepse është e drejta për të reaguar. Edhe është një turp i madh që nuk reagojnë, turp i madh, i jashtëzakonshëm. Tashti kanë filluar, por është vonë. Megjithatë, më mirë vonë se sa kurrë. Më mirë vonë se sa kurrë. I ke këtu në Shkodër, në luftë për të mbrojtur gjëra të tilla, jam pothuaj i vetmi. Po ti pyesësh atje thonë lëre marr këtë, se i egzaltuar, kë gjithmonë do që ashtu i thonë të egzaltuar ti që të drejtën ta plasin fytyrë, dë vërtetën, janë të egzaltuar këta se e kanë marrë pushtetin, kanë marrë drejtoritë, po e përsëris edhe një herë, i kanë marrë këto beneficet. I kanë marrë, prandaj. Nuk ka gjë se ju fyet partia, se ju fyet rruga e tyre, se ju fyet e drejta, se fyen vetë këta, se ju fyen familje, se fyen gra dhe fëmijë, se fyen demokracinë, se fyen lirinë, nuk ka rëndësi për këta fare, i kanë marrë. Edhe rrinë aty të gëzuar. Tashti po organizohen kur e shohin që fillon në rrezik pak. Historia edhe pushtetit tyre. Dakord, miqtë e mi, ky ishte një moment për të reflektuar. Me Dritan Goxhajn,
dhe ata që ka mas ti u sqarua se ç'formë, ç'drejtim dhe ku do të shkoj, ku do të mbërri lëvizja ultramajtiste, neokomuniste, enveriste e bulevardit. Ajo është kundra Shtetit Bashkuar të Amerikës, kundra perëndimit, kundra një Shqipërie e cila sigurisht është pro-perëndimore në drejtim Bashkimin Evropian dhe element të tillë që kanë të bëjnë me perëndimin. Plotësisht të tillë janë ata që drejtojnë këtë lloj lëvizje. Dhe sigurisht aty brenda pastaj ka 1000 forca të tjera të cilat nuk dinë se ku do të shkojnë, nga kush përdoren dhe nga kush financohen. Në të vërtetë janë rrodhosur, parat po ju marrohen, ata që po i ndihmojnë jashtë aty nuk kanë parë pa kufi për to. Këtyre është bërë stomaku i madh, por tashmë likuiditeti po mungon. Duhet ruajtur prej një elementi tjetër, fillimit dhe egzaltimit përdorimit të dhunës. Mirë po unë mendoj që po filluan të përdorin dhunën, atëherë ka ardhur dhe fundi i tyre, jo vetëm si protestë, po dhe fundi i tyre njerëzor. Këto janë njerëz të pa vlerë për shoqërinë dhe për gjithë historinë e shqiptarëve. Dakord miqtë mi? Miq Prizmus, e keni dëgjuar atë thirrjen me këngë Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Sigurisht, është një muzikë sportive, stadiumi, që revokon, me thënë atë korin e madh edhe dorëheqjen e Ramës. Po në kushtet e sotme dhe në kushtet e përgjithshme, si mund t'japin dorëheqjen Rama? Kush janë ato kushtet që duhet t'japi dorëheqjen? Dy janë kushtet. Kushti i parë është protesta e dhunshme, të cilat i ka provuar Sali Berisha, po një protestë e dhunshme e cila sigurisht vën në diskutim shumë rendin. Fillon nga perdhjen dhe sigurisht duke qenë një protestë e paqme deri tash e kthyer në të dhunshme, kompromenton deri ku nuk shkon më vetë protestuesit dhe vetë organizatorët dhe njëkohësisht që i jep të drejtë në një farë mënyrë edhe atij që i kërkojnë dorëheqjen, Rama jepet dorëheqjen, që të mbrojë institucionet. Ky është kushti i parë, dhe është kushti më i keq. Më, si t'ju them tash, më fatkeq që mund të ndodhi. Kushti tjetër është kur luajnë numrat në majorancë. Kur Partia Socialiste nuk është dakord me kryetarin e saj. Kur Partia Socialiste vetë arrin që t'i thotë, siç e thanë Steinmerit, ose si u kanë thënë të tjerëve, në Evropë, shiko ti nuk na drejton dot më, e ke futur vendin në qorsokak. Ose ne nuk jemi dakord me ty. Ti nuk je më shumicë në parti. Gjë që nuk ndodh në partitë tona, jo ma me Edi Ramën edhe sidomos me Sali Berishën, po dhe me Edi Ramën po e njëjta punë është. Pra dy janë momentet. O një revolt gjakderdhje dhe njëkohësisht e dhunshme, e cila sigurisht po ndodhi, urojmë që kur mos ndodhi, po ndodhi i jep të drejtë pushtetit që të përdori në organet e dhunshme, organet e policisë, organet e mbrojtjes institucioneve. Dhe transformimit të një proteste paqësore në protestë dhunshme, mbyllet tut diskursi. E pa aprovueshme nga kërkush më mëse, se paragjykohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Paragjykohet, sundohet edhe përdoret. Tjetra është Partia Socialiste vetë edhe Edi Rama. Mënyra e vetme është Partia Socialiste. Nëse ajo nuk është dakord me kryetarin e saj, sigurisht bën ajo lëvizjet edhe normalisht pastaj mund vinë dorëheqjet, mund vinë organizimet e tjera. E fundit fare është Edi Rama. Që jep dorëheqjen, po dha dorëheqjen Edi Rama, nuk bëhen ato pikat më, që kërkojnë protestuesit, që ata kërkojnë që të vendosin, por nuk mund vendoset në politikë në mënyrë tillë, në demokraci, vendosin zgjidhjet, jo bamja e qeverisë tranzitore, jo. Nuk mund bëhen aq kollaj, sepse sigurisht institucionet janë brenda kuvendit, janë institucionet cilët janë të ngritura, janë në kam. Nuk mund të marrësh mendimin edhe të bie shpreh rrugës e propozimeve të tyre pa i ditur, pa i njoftur, edhe njëkohësisht marrëzive me
me qytetarët barabartë, me referendume, nuk e di, me qeveri që do t'i marrim t'i pyesim ne intelektualit dhe t'i japim ne. Këto janë marrëzira të plota, adoleshencë revolucionare, bile para revolucionare, kështu nuk kanë vepruar edhe revolucionet 1700-s, 1800-s në Francë dhe kudo në Evropë. Në këtë pikë, këto janë mundësirat për të realizuar ajo që thonë Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Apo mos doni që mos ketë qeveri. Nuk më merr mendja. Nuk shkojnë deri aty punë. Po kushte tjera nuk ka. Këto janë 3 kushte. Dhuna, protesta e dhunshme, e cila është shumë e keqe, rebelimi i Partisë Socialiste dhe mosdakorësia e saj me kryetarin e partisë, ose vetë kryetari i partisë. Tjera, nuk ka mundësi të bëhet kjo që thoni ju, Rama jepe dorëheqjen. Dakor?